që flasim me banorë të tjerë të zonës S'kemi nevojë edhe o zotri s'fol fare pras me kjo. Më vërtet. Jo, më vërtet. Më vërtet. Jo vërtet. Si që kanë vendosur ata, si që bëjnë ata gjithmonë punën, kanë ardhur që në orën 6 dhe kanë prishur godinën këtu. Kanë ardhur 200 polica, mbledhur populli, na kanë branisur. Po, nuk do fitojnë. Po vdiqën ne të gjithë do të marrë. Kanë qelluar, kanë rrahur. Nuk do marrën dot. Nuk do të na mposhtën dot. Ne këtu jemi këtu. Ka qelluar njëri sot policia? Ka qelluar djalë, ka marrë një djalë. E ka shoqëruar? E shoqërohen, e lëshuan, pra bën presion e tyre se ata janë të futur xhanë, se janë vëllezër tanë, nuk kemi gjë me policinë. Po flasëm me ata që japën urdhë policisë. Që policinë ne bëjnë kundra neve. Ne u sollëm mirë dhe policia mirë me ne. Ama duhet ta dinë që nuk do marrin dot, nuk do jarrin dot qëllim. Patrona ka ardhur në orë të para të mëngjesit. Që në orën 6, që në orën 6 ishin në gjumë, donin ta kapnin gjumë. Po ne jemi vigjilentë, siç kemi qenë të tëra kohërat, që nuk na kanë postur as Turku, as Gjermani, as Italiani, as jetë. Të paktën ky fshat është me tradita. Mendoni se mund të rikthehen? Do po patjetër. Duan të na vënë edhe gjumë do rikthehen. Ata nuk hiqen, sepse ata kanë kështu, po e thanë bëjnë. Të lishme, të jashtë lishme bëjnë, po dhe ne po e thamë e bëjnë, nuk dhe t'i lëmë. Ne do të lëmë jetën dhe nuk do t'i lëmë. Se më mirë të në vrasë në ta, se sa ta i marrën me marifet jetë. Keni qëtuar si Kuçetra? Na i ka zaptuar Kuçetra, e bëri hapin, e kam thënë dhe diku, në ca kanalet të tjera dhe ati në Bashki. E bëri hapin e parë Kuçetra, e prish, pa nga pyetur fare. Dhe ne s'kemi kërkuar asgjë, ne kemi thënë që të vinë, të ulen, të llafose. Në qoftë se ka ujë, ne i ndihmojmë, po ne s'kemi ujë. Ne s'kemi ujë të ndihmojmë, po kemi thënë ta marrën në derdhje. Ta marrën të gjithë që delet të ndej në derdhje. Ne kemi bakti, ne kemi shumë gjëra, s'është ti futemi praktik mua beti sepse na duhet ujë, po nuk kemi këtu jam. I gjithë shati sot ka qenë i rrethuar nga policia. I gjithë shati i rrethuar e kanë filluar rrethimin që në të Krototua, që futet kontra gjas, bën rrethim këtu, garë sikur ne ishim në tokë të huaj, nuk ishim në tokë. Madje nuk lejoshin të futesh. Nuk doja të vija në punë dhe nuk ndaluan, thanë stop se është se të rrethim. Dhe nuk e di mund të nga kush fuqi huaj jeri na pushtoi. Kush shikojmë ne policia. Këtë do të marrë oligarka dhe e kemi thënë, është thënë ajo, kush shihet pas tyre, kush është me ta, i di populli, po aq fuqi ka, sepse këta kaluan diktaturën, i bëjnë si duan këta. Kështu që e di dhe populli, e din dhe vetë ata, e din të gjithë se po ku vetë ky ujë, ku i shërben ky ujë. Se po t'ishte një fshat në të zonë, që i dy ujë, ne do ta ndanim, bashkë me ta do t'i, po ta marrësh nga këtë, po atë çosh aty oligarkëve ande, që nuk të llogarisën se jemi apo s'jemi. Nuk e kuptojmë dot. Nuk e kuptojmë, kjo është ulje, është vënje thundre, është poshtërsi që as na llogarisën fare në vendin tonë, këtu kanë lërë, këtu janë larg, këtu kanë piruje, këtu vati stoka. Ti vjen dhe thua jo stok, ikti se jam unë me politikë, këtë bën sot. Ky projekt ka nisur pa konsultuar. Nuk diet kanë filluar ata. Dhe neve nuk na llogaritën fare. Na një kryetari bashkë dhe na tha, do të vim të konsultojmë me ju. Dhe nuk erdhi. Unë do të utall me popull me një krahin të tërë, se është një krahin, nuk janë 5-7 veta, është një krahin, dhe nuk erdhi. Me pretesin gjoja jeni shumë dhe ne s'kemi vrarë njëri, ne jemi shumë. Keni edhe mbështetje të zonave të rreth? Po, është edhe se ne jemi shumë, po djem ti kemi jashtë. Ne që kemi ngelur pak këtu, ne do të bëjmë të pamundur dhe nuk do t'i lejoj. Kaq, ata mund na marrën, mund na fosën bub, mund na vrasën, se i ka të gjitha, ai i bën të gjitha. Kështu që ne kemi vendosur. Unë 60 jam, bilesi kam kaluar nga 60. Se do rroj 10 vjet si bëjmë. Po me kam lënë mirit, kam lënë mbarë. Ktu do të si pari dhe nuk do t'i lejoj. Si unë jam gjithë tjerë. Faleminderit. Të nderuar, faleminderit. Tenita, pra, kjo ishte situata, vetëm themi disa minuta më parë, kjo zonë pothuajse ishte rrethuar me forca të shumta të policisë, forca shqiponja, civil, PNSH e fjeri, pothuajse i gjithë fshati ishte rrethuar nga efektivisht që në hyrje